Ole, ja, Dolce! Po ku jeni juve? Po ku jeni, ku je? Ciao! Roma, Dolce! Si e, mirë? Come state? Benissimo! E kthejmë i Shqip. Dolce, Benissimo. Po si ju kam njëherë? Juve, se unë mirë dukem. neve po të shojmë që je për mrekulli dhe të kemi parë edhe ty për këto 4 ditë. Po, dukesh, dhe të shkon shumë. Edhe ekrani i Mediasetit, po më shumë kjo i Big Brother VIP Kosova, të Klan I Kosova. shpis time. Me zi po pres të vi. Dolce, Po si ju kam njëherë? mirë. Si po, kemi pak vonesa në zë, kështu që vetëm na dëgjoj edhe të kthejmë përgjigje. Si po ndihesh tashme kur kanë kaluar 4 ditë në Grande Fratello? Po ndihem shumë mirë. Me thënë drejtën, mendova që do ishte pak e sikletshme, duke mos njojtur asë kënd këtu, po në fillim më kanë pritur shumë mirë. Por? Pastaj kanë filluar ca debate të vogla kështu, po ja ula pëndët direkt. Apo, a? Po, gja filluan ca kështu. Edhe sepse nuk e din pse unë jam këtu, kupton, mendojnë çfarë do lloj gjë, më bëjnë shumë pyetje pastaj. Po, e kemi pa dhe atë që të bëjnë shumë pyetje. Edhe kemi kemi pa parë, që po e shijojnë eksperiencën në maksimum dhe shijoje sepse... Unë nuk i mohoja si pohoja asgjë. Dhe nuk e din sa do qëndrosh aty, apo? Jo, nuk e din sa do qëndroj. Ajo çka kemi vrejt, ne përveç që the ja ula pondon, ne kemi parë që ti ke mësuar edhe pak shqip banorët e Grande Fratellos. Po! E kemi një klip. Po, dini. Ta ndjekim pak, po. Ti mund ta dëgjosh.